Mblidhen pas 50 vitesh, kur i zbritën këto shkallë të Universitetit e Qrem Çabei për të vazhduar rrugën e jetës. Janë studentë të diplomuar në vitin 1975 në degët histori gjeografi dhe matematik fizik, që për herë të parë bëhen bashk edhe njëherë si dikur për të sjellë kujtimet e jetës studentore. Për disa prej tyre është hera e parë që takohen, ndaj e kanë edhe të vështirë të njohin njëri tjetrin, ndërsa të tjerë i kanë mbajtur lidhjet. Është kënaqësi që gjendem sot këtu, për arsye se këtu e 50 vjetë përfunduam këtë shkollë këtu, edhe ajo në hapi sytë. Hapi sytë në tregoj jetën e vërteta, sepse të gjithë ne që mbaruam, po thuajse që mbaruam këtu, shkuam në veri, si mësues. Dhe prandaj pastaj u shpërnda secilin. Unë jetoj në Selanik, jam në pension tashti, llogarit, kam pasur një zyrë për kthimi, që ja u kam lënë trash fëmijëve, që vazhdojnë ata. Shoh njerëzit edhe mund të mos i njoh. Nga që kanë ndryshuar plotësisht, kanë ndryshuar jashtëzakonisht shumë, edhe më duket çudi që se si njeriu mund të ndryshoj kaq shumë në një periudhë pothuajse 50 vjeçare. Jam një vajzë nga Vlora, mbarova Institutin e Gjirokastrës në 75-ën. E prita me kënaqësi ftesën me shumë dëshirë, se kishim një shoqëri shumë të bukur, shumë të sinqertë, shumë të pastër. Mendova të vija, s'doja ta lija ta humbisja, po që ja erdha pa kohë e keqe, po e përballuam. Kam qenë një nga studentet jo të shkëlqyera, po shumë të mira. Kam qenë dhe aktiviste me grupin i Mariot, këndonin këngët popullore. Edhe sot erdha me kënaqësi të madhe të takoja shokët dhe shoqet. Ishte një nismë spontane, një grupi të vogël shokësh ishë student asaj periude dhe menduam që të bëjmë hapin e parë të kremtimit të një jubileu, themi në 50 vjetorin e mbarimit ose si themi të certifikimit ose të diplomimit tonë në atë periudhë, në 75-ën, dhe menduam të rikujtojmë dhe njëherë jetën studentore, të rikujtojmë dhe njëherë ato problematikën e saj, jetën pas universitetit në punë të ndryshme ku ka qenë secili, edhe gjendjen e pension për të parë dhe një njerë për të nostalgjinë dikush me të kohës së rinisë. Mes tyre nuk mund të mungonin as pedagogët që i drejtuar në 4 vite studime në këtë institucion akademik. Unë kam qenë pedagog kujdestar i këtij grupi, se në ato vite kishim klasa kujdestarie në përgjegjësi dhe vendosën tashti pas 50 vjetësh të mblidhen. Ka fytyra që si jemi takuar pas 50 vjetësh. Megjithatë, disa i njohëm, disa u prezantuam, u riprezentuam. Janë pothuajse të gjithë pensionistë dhe takohen dhe midis tyre me mallë, edhe ne që ishim unë i ri paka shumë moshë me ta, ndajmë kujtime dhe krenohem me të drejtën që pas 50 vjetësh i shikojmë gjyshër pensionist dhe ruajnë atë vitalitetin tashti, duke rikujtuar ato vite studentore. Unë jam pedagogu i këtij grupit, Zyso Kote, me origjinë nga Saranda. Kemi ardhur këtu me fillimin e viteve të universitetit Instituti Pedagogjik. Në fillim e kemi filluar në Haliq, pastaj në vitet 75 erdhëm këtu te kjo godinë që jemi tani. Me nostalgji të madhe po i kujtoj të tërë këta student, ata që kisha të grupit i mbajnë mend shumë mirë dhe më bëhet shumë qefi që një pjesë e tyre edhe na kujtojnë her pas here. Kemi shkëmbime edhe nëpërmjet telefonave tani, kështu që
jemi shumë të malë gjithë, hakshë mohabetit. I student e pedagog janë mirëpritur nga rektori i Universitetit Jahucana. Këtu nuk është thjesht një takim brezash, por këtu një gjitha me sa shikojmë është një homazh që i bëhet kujtimit të ish pedagogëve tuaj, pedagogëve të mi, të cilët i ka dhënë një emër kaq të madh Universitetit e Kerim Çabeti i Gjirokastës. Një emër i cili në breza ka krijuar një elitë intelektuale të cilët kanë kontribuar në gjitha anët e tij. Jo vetëm në mësuesi, por në çdo hall të pushtetit vendor dhe qendror ka pasur student të Universitetit e Kerim Çabeti i Gjirokastës. Natyrisht linjat tuaja sot flasin shumë më shumë. Flasin për të gjitha për kontributin tuaj që keni dhënë kudo ku keni punuar. Është vërtet një kënaqësi të jesh me juve. Është vërtet një kënaqësi e madhe. Sepse ju me kontributin tuaj keni çuar kudo dhe kur do mesazhe të qarta. Mesazhe shumë të qarta për Universitetin e Kerim Çabeti i Gjirokastës, për atë burr i cili i ka dhënë emër komit shqiptar. Në organizimin e mbajtur në një nga ambientet e universitetit, ata përcollën momente nga jeta e tyre para 50 viteve, ku smungoi as kolazhi me fotot bardhëzi të shkrepura para gjysmë shekulli.